Përshëndetje. Kisha një problem dhe po I drejtohem këtij kanalit Jeta është qef, vetëm për drejtësi. Në muajin korrik, ika në Itali më thanë hajde se kemi gjetur një punë. Ika dhe u takova, ajo që kishte punën ishte nga Berati, një Genti, nuk ja di mbi emrin, po e kam edhe numrin e telefonit. Ishte bashkuar me një laert zaçe nga Mirasi që ne këte e kemi dhënë, por ky është mashtrues I madh. Nese punuam me shkurtimisht 10 ditë muajin e parë na I dhanë lekët. Me 100 euro, 1000 euro. Vazhduam punën, ikën këta 5 ditë në plazh, ne po prisim aty, kisha edhe 16 ditë, unë kisha prej biletën që më datën 7 shtator, 7 gusht, do kthesha në Shqipëri. Edhe po pritëm datën 5 me 100 lekët. Ardhi data 5, nuk I morën, më datën 6, I marrin këta lekët dhe më japin mua nga 1600 euro që isha më japin 700, të tjerat sa I kemë datën 5 sa të muajit tjetër. Nëse unë ika se mik të avioni, pritun leka, jo po më 12, jo po më 15, sot e kësaj dite nuk ka marrë kokë leku. Këta ishin një tipa mashtrues që merrnin punëtor, I shfryzonin kështu pa karta dhe I gënjinin dhe shtojmin lekët. Dhe si përfundim unë s'kam marrë kokë leku. Prandaj po ju drejtohem juve nëse do më bëni ndonjë drejtësi, faleminderit.